Kryetari i Nismës Thuri Endrit Shabani ka kërkuar sot zyrtarisht zhvillimin e një interpelance urgjente me kryetaren e deleguar të Bashkisë së Tiranës Anduela Aristani. Kërkesa vjen pas raportimeve të bëra publike në emisionin investigativ Piranjat, ku pretendohet se një automjet zyrtar i Bashkisë së Tiranës është përdorur për transportin e familjarëve të Aristanit në kundërshtim me ligjin dhe me etikën e funksionit publik. Në dokumentin zyrtar drejtuar Këshillit Bashkiak, Shabani thekson se bashkia nuk është pronë private dhe mjetet publike nuk janë për shërbimin e familjarëve të pushtetarëve. Ai shton se transparenca nuk është zgjedhje, por detyrim ligjor, ndërsa shpërdorimi i detyrës për bën vepër penale të parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal. Krahas interpelancës, Shabani ka kërkuar gjithashtu që bashkia të vërë në dispozicion të Këshillit një listë të plotë të automjeteve në pronësi të saj, e informacion mbi personat që i përdorin këto mjete, si dhe regjistrat zyrtar, televizjeve dhe itinerareve, siç e kërkon legjislacioni në fuqi. Shabani kërkon që Këshilli Bashkiak të marrë përgjegjësinë që i takon dhe të thërrë seancën dëgjimore dhe të ushtrojë funksionin e tij kushtetues për kontroll dhe transparencë.